Çka komenal tash të persona të tjerë për mos me kry vepër? Gjyqtari, trupi gjykues në Republikën e Kosovës, ma shumë se dënim për jetë shumë s'mundet me jap. A çka para po ligj? Ose dënim 20 vjet, 25 vjet, 25 vjet janë të mëdha, sidomos për një person i kryes vepra penale që i ka rreth 40 vjet ose i ka 50 vjet, dënimi me 25 vjet e ki llogaritë dënimi për jetë. E përmendet të rastin me Krivaçës, a ka përfunduar çdo gjë? Po, ka përfunduar sepse është konfirmuar dënimi me burgim për jetë nga Gjykata Supreme dhe ajo çështje më ka është e përfunduar në përjetësisht. Kështu që edhe që ky rast nuk i dha mend kësaj popullate që mu largu prej këtyre veprave penale, problemi më nuk është ligjor, problemi më nuk është gjyqësor, problemi është social, psikologjik, e të cilin duhet ta marrë në dorë Akademia e Shkencave me dojmë një ekspertizë të veçantë, ku pastaj kjo ekspertizë të inkorporohet në legjislacion edhe me vazhdu tutje, sepse seriozisht jena në një situatë që është më e pashpjegueshme. Sepse nuk është çdo muaj në një vend kaq të vogël me pas kaq shumë vrasje. Qartë, dhe madje për një javë po flasim për 5 vrasje. Edhe motivet nuk janë edhe aq të forta, kështu që kemi probleme sociale.